Familjarët e Edit prej kohësh e kanë bërë të qartë qëndrimin e tyre dhe nuk e shohin as pak me sy të mirë afrimin e tij me Bian. Kjo gjë është vënë re hapur edhe nga publiku, sepse asnjë prej familjarëve të Edit nuk ka shpërndar ndonjë video apo moment ku ai shfaqet pranë Bias. Nuk ka pëlqime, nuk ka komente, nuk ka asnjë reagim që të tregojë mbështetje për këtë lidhje. Heshtja e tyre ka folur më shumë se fjalët dhe për shumë ndjekës është bërë e qartë se Bia nuk është zgjedhja që ata do të donin për Edit. Në anën tjetër, familja e Edit ka një simpati të veçantë për Dolcën. Ajo është ajo që të gjithë e kanë për zemër. Vajza që sipas tyre i rri më bukur pranë Edit, si nga ana e energjisë, ashtu edhe nga mënyra se si sillet dhe komunikon. Dolca shihet si ylli i bukur që ka arritur të fitojë zemrën e publikut dhe të lërë gjurmë tek shumë shqiptarë me sjelljen dhe karakterin e saj. Për familjarët, ajo është zgjedhja ideale, ajo që i përshtatet më shumë Edit dhe që mund ta nxjerrë atë në dritën më të mirë. Sonte pritet një moment shumë i fortë dhe emocional në Big Brother Kosova, pasi flitet se do të hyjë mamaja e Edit. Ky hyrje pritet me shumë kurreshtje, sepse besohet se ajo do t'ia bëjë të qartë djalit të saj qëndrimin e familjes. Sipas pritshmërive, ajo do t'i tregoj hapur se nuk duhet të vazhdoj të qëndroj afër Bias dhe se rruga që familja do të donte për të është ajo përkrah Dolcës. Ky mesazh pritet të jetë i drejtë për drejtë, por edhe emocional, si çdo fjalë që vjen nga një nënë që mendon më të mirën për djalin e saj. Ky zhvillim mund të sjellë një kthes të madhe në lojë dhe në raportet mes banorëve. Edi do të vihet përballë një zgjedhjeje të vështirë, të ndjek ndjenjat e momentit apo të dëgjojë zërin e familjes që për të ka peshë të madhe. Ndërkohë, publiku mbetet në pritje, sepse ky takim pritet të sjellë emocione, tension, por edhe vendime që mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë brenda shtëpisë.